Në ambientet e Spitalit të Vlorës u paraqiti dëmtuar me mjete të rënda avokati i njohur Kujtim Cakrani. Sipas vetë Cakranit, ai u dhunua në një pikë karburanti, ku dy persona të panjohur për të e kanë sulmuar në momentin që ai po furnizohej me karburant. Fillimisht ata e kanë ofenduar dhe sharë, ndërsa dyshohet se konflikti ka nisur për shkak të një parkimi. Edhe pse avokati shprehet se nuk beson se ky ka qenë shkaku i vërtet. Pse ke parkuar keq makinën, pra pse po i hedh karburant aty dhe ke zënë gjysmë e karburantit. Pra ishte një mënyrë, një form provokimi. Nuk i njoh të dyshin, moshë e re, kupton, edhe nuk është se nuk i njeh. Kërcënime në rrjetet sociale padyshim që kam, normale për profesionin që bëjmë, çështje sensitive që unë ndjek, padyshim që kam në rrjetet sociale, por nuk mund të them që nuk mund t'jap dot një shpjegim. Cakrani ka pësuar një frakturë të rëndë në pjesën e pasme të kokës. Mjekët thonë se ai ka dëmtime serioze në kokë, ndërsa ekspertët mjekuligjor, si dhe përfaqësues të policisë, morën dëshminë e avokatit dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Cakrani njihet në publik edhe si avokat i mbrojtës i ish-presidentit të Republikës Ilir Meta. Ky i fundit reagoi nga qelia duke cilësuar sulmin si akt të dhunshëm, ndërsa kërkoi vënien përpara ligjit të agresorëve.